përmes këtij shpjegimi që ndoshta vjen pak si i pakuptim për shumë njerëz, është shumë histori e gjatë. Ajo që dua unë të them për këtë është se unë si e Lira, duke u rritur në këtë frymën e këtij fisit tim dhe shumë miqve që ne kishim, duke bashkangjitur rrugtimin tim edhe si besimtare, për fat keq, dhe them për fat keq pa kompleks fare, kam parë që dhe dua ta them me zë, është hera e parë që ndoshta e them kaq publikisht me zë këtë, për ata që më ndjekin. Unë kam parë që gjitha ato përplasje që unë kam pasur të paktën për besimin tim, për praktikimin e besimit, këta që ne për të paktën brenda komunitetit islamofobët i kam gjetur gjithmonë më shumë djathtas. Po patjetër. Dhe nuk arrit ta kuptoj sinqerisht pse Ta shpjegoj unë? Jo, nuk arrit ta kuptoj pse komuniteti e shikon kaq verbërisht të pjesën tjetër. Kur flas për komunitetin e musliman. Sigurisht që ka edhe filozofi brenda, edhe filozofi politike, ka qëndrime individuale si partijake ose institucionale, po prap e shikoj më tepër sikur ka një stereotipizim. Total. Që lidh Partinë Demokratike me rënien e komunizmit në 90-ën, dhe Partinë Demokratike stereotipizojnë. Po pra, Partinë Demokratike po dën. Se na hape tash një bisedë që unë nuk ri dot pa fol se je edhe përfaqësuese e. Unë po them se si e kam parë. E kuptoj. Tash ti. Që se nuk e kam fol thënë ndonjëherë ndoshta kaq shkoqur këtë punë, se s'ka rënë rasti. Xhamin e Namazgjas, kush e bëri? E bëri Partia Demokratike? Po. Prit. Jo, se është më e thellë se kaq. Unë kam qenë atë natë është inauguruar Partia Demokratike, e kam deklaruar që të rrim shtrëmbur dhe të flasim drejt. Se pyetja ishte është politike kjo xhami. Cila? Jo, prit. Dhe them politike është vonesa e hapjes dhe merita për të e takon kryeministit Rama. Prit, jo vonesa, prit. Ja, një sekond. Më le ta mbaroj se ndoshta. Më duket se nuk isha për qëllim të hedh një shashk. Jo, s'po dhe shashk, po tani ti ke hyrë këtu, edhe këtu ne me politikë merremi, po flasim. Pjesa e stereotipizimit. Po flasim për fakte, pastaj ta shpjegoj edhe atë, sipas meje. Namazgjaja u bë mjet këmbimi. Që të jemi shumë qartë. U dha Namazgjaja për xhami dhe u kërkua të bëhej pallat bashkë me xhami dhe supermarket. Ky ishte projekti. Po. Pra, jo një xhami me mjediset e veta siç është sot, po një supermarket me xhami dhe me i pallat. Dhe dihet se s'du të zgjatem kush do bënte pallatin dhe supermarketin dhe kush do merrte xhamin. Pra, po ju japim Namazgjan, por do na jepni pjesën shkurt fare muhabeti dhe xhamia ishte e bllokuar, domethënë dhe fati e desh që në atë kohë dhe u dha Namazgjaja si reagim politik ndaj projektit të xhamisë tek Pallati i Kulturës. Që ishte një super projekt, për nejse muhabet tjetër. Dhe fati e desh që aty u kput filmi i Partisë Demokratike, sepse hiku në opozitë. Kur unë kam ardhur dhe kam parë projektin, kam thënë kjo nuk bëhet. Kjo duhet bëhet nëse Namazgjaja është vend i shenjtë dhe është për komunitetin musliman, kjo duhet jetë e komunitetit musliman. Kjo nuk mund të jetë edhe e afaristëve, edhe e komunitetit. Kjo nuk mund të jetë, xhamia nuk mund të jetë si shtesë e një pallati me supermarket. Dhe kjo ka qenë edhe biseda që janë bërë me president atëherë kryeministër i Turqisë, si kam thënë, zotëri po, xhamia bëhet vetëm me këtë kusht, të jetë e komunitetit musliman, nuk mund të jetë e afarizmit provincial.
s'kemi ne problem, tha, ne duam xhamin. Bile, ai u habit kur e pa projektin, se kishte pa, i thoshin vetëm që s'bën e Tirana xhamin, se kishte pa, po kur pa projektin dhe shumë, çfarë do të bëjmë? Do bëjmë xhami apo do bëjmë biznes? Problemi ishte që aty kishte edhe një tokë, që ishte tokë private, dhe atë e kemi dhënë ne kontributin për Komunitetin Musliman që të shpronsohej dhe u bë xhamia. Tani, çfarë ti thush atyre që thonë, jo po se ne nuk bëjmë dot me komunizëm. Çfarë komunizmi është? Ku janë komunistat tu? Se ku janë komunistat, mund ta them unë, po s'po hy në atë rrugë. E para, e dyta, se po i thosha përpara se po diskutonim me dikë tjetër. Pronat dhe pronarët. Kush i futin rrugë pa krye? Komunistët? Komunistët, po. Po cilët komunistët? Ata që ndrun xhaketën brenda natës. Edhe që e ndanë jetën 25 me partinë e punës, 25 me partinë e shtëpisë. Të persekutuarit politik, për ndjekurit. Kush ja u shpërbleu një të gjitha këstet e parashikuara në të gjallë? Kanë vdek të përndjekur politik pa marrë këstet. Kanë dalë dhe si kanë marrë sepse këstet shpërndaheshin për të tjerë. Kush po e bën muzeumin e torturës në Shkodër, kush e ka bërë muzeun e gjetër e tjerë. Pra, tani kjo, kur njeriu s'do të kuptoj. Ti që e ke kuptu, je këtu edhe je nderuar me respektuar. Tani let na e tregojnë kë po respektojnë ata nga komuniteti jotës. Unë s'di që ti duhet respektoj njëri. Jo. Nuk janë duke respektuar njëri. Po më ta tregojnë, për ja, ti je këtu. Ti je këtu me Gligjet, me Florianin, ky është ateist fare, ky s'ka as brenda komunitetit, për shkak të këtij, ateist. S'ka të tregoj një histori edhe për pjesën. S'ka ne për ja ku i ateist shifës është, qeros ateist. Po këtu je edhe është shumë s'ka si problem. Jo, për mua është shumë vlerësim, është një vlerë. Mendoj që është po flisim për ata tash, për leze, ti edhe me agjërim, se po agjëroj edhe unë sot se kam që në mëngjes, kam që dje. Se bëja të time, por nuk e kam, unë e kam me ujë, se e kam për organizmin. Mua në fakt më ka motivuar shumë një thënie juaja që e deklaroni shpesh herë që unë jam këtu për të bërë histori. Për ato jam përfshirë. Dhe mendoj që brenda këtij rrugtimit të madh, secili nga ne gjen ato hapat e vet ku përshtatet edhe po themi merr atë spunton. Dhe mënyra se si e kam parë unë edhe aplikimin në platformën deputeti që duam, është një risi, do thoja, prezenca ime si një grua besimtare që edhe e shpreh identitetin e saj fetar, edhe kontrapedali faktit se unë kam një historik të gjatë, në moshën 16 vjeçare jam përjashtuar nga gjimnazi faktikisht për shkak të veshjes time. Kush ishin komunistët përjashtuar? Më kush ishin? Po, ato do të kenë qenë. Dhe për mua personalisht është sigurisht edhe krenari personale dhe familjare, po besoj që secila vajza apo grua që e ka një shami, si unë, secila mund ta gjej pak veten tek ky rrugtim. Po është puna jote, kjo është puna jote, s'është puna e askujt. Kjo është puna jote, është drejta jote, liria jote. Po nga ana tjetër, kur ti përmes punës tënde krijon dhe një model, mendoj që jo, për modelin po, unë flas për ata që janë që thonë jo se nuk duhet të jesh, se ke shami. Edhe unë prandaj guxova. Ti guxove dhe bëre shumë mirë se ne vdesim për guximtarët. Ne guxim dum. Çfarë ti bëjmë cave që guxojnë në drejtimet paditura. Ligjet. Po, unë jam 27 vjeç, kam studiuar marrëdhënie kombëtare. Çfarë është ky emri, na ma thuaj. Tash kam një batut për emrin, sado që më pyesin, se të gjithë më pyesin fakt kush më Po na thuaj tash ta. Po, dhe them gjithmonë ata të shtëpisë time. Po gjeni mënyrë si t'ia vështirësonin jetën çunit pa lind akoma. Edhe aty gjemi emrin vështirë. Po ku ata i ke pyet ti keni gjetur? Patjetër, është një bashkim emrash. Është bashkim emrash. Është bashkim emrash, kështu që doli ky emër që është i vështirë në fakt. Po që mua më pëlqen edhe mjafton ta mësosh një herë dhe besoj që jam kuptova. Po jo, është interesant si Lind Jet. Po. Po ty si trasin shkurt. Xheti. Ata që më njohin prej kohësh.
Ata që më njohin fillim thonë të thrasim mirë. Fillim tani lind gjatë. Po, ata që të njohin fillim thonë ose Glindi, për shembull, ngjan më bukur Glindi. Po tamam. Kush më jep më shpejt. Se ndjesh mirë ti. Po. Prej vitesh jam aktivist në Tiranë me trind e Partisë Socialiste, po krahas kësaj edhe i angazhuar në kauza rinore në shoqëri civile edhe në këto fusha të rinisë. Vi nga një familje jo tradicionalisht e majt, madje mund të kenë votuar më shumë të majtas, por ka pas raste që kanë votuar edhe individ, se unë jam banor i njësisë 10 edhe mbaj mend për shembull që njerë kanë votuar për Gert Bogdanin, të ndjerin. Yes, pas. Edhe prasme dhe nuk i kam të imponimin për politikë, ose në shtëpinë time nuk flitet për politikë, ose nuk flitej para se unë të bësh aktivist, por kam pas interes gjithmonë. Jam rrit nga një familje e thjeshtë të qytetit, 2 prindër punëtor. Babai im, edhe pse në profesion veteriner, gjatë viteve demokracisë ka punuar në ndërtim, si një pjesë e mirë e shqiptarëve. Ndërsa sot është bletritës, pra nuk është ndar pjesës bujqësisë dhe blegtorisë edhe këtyre. Ndërsa mamaja ime është kujdesur për rritjen e time dhe 2 motrave të mia më të mëdha, ku krahas shkollës edhe detyrave në shtëpi, pasditja na gjente me mamin që çonim mirë motrën e madhe në cirk se është akrobate, pastaj mbaronte kursin ajo, shkonim te motra e dytë që ka mbaruar pikturë në Akademinë e Arteve Ekselente, edhe pastaj isha unë që në fillim isha në kurs piano, po pasi dështova me sukses në piano edhe në kurs aktrimi, gjeta veten te politika. Sot kam punuar si specialist i marrëdhënieve me jashtë ose specialist marrëdhënie me publikun në disa organizata apo koordinatori aktivistëve. Sot kam një Airbnb time, jam i fokusuar te turizmi dhe është kthyer si një gjë familjare aty, ku mami pastron, babi vjen ndron në një gjë dushit kur prishet ose bën një ndërhyrje, unë dhe dashura ime kthejmë përgjigje ose kemi klientelën. Por angazhimi politik ka qenë gjithmonë misioni që më ka pëlqyer dhe më ka tërhequr më shumë, edhe besoj kjo mundësi për të qenë ngar e vlerësoj shumë edhe për shpërblim të kontributit në sensin e kohës, angazhimit me trinjt e Partisë Socialiste, po besoj që do të jetë edhe një model për gjithë trinjt e tjerë të qytetit, cilët mbase mund të kenë humbur interesin për politikën, po shembuj konkret, pra modele nga familje të thjeshta, po që kanë dëshirë të kontribuojnë këtë vend, besoj do ngjallin interesin, edhe për këtë jam këtu që t'i drejtohem jo vetëm trinjve të Partisë Socialiste në Tiranë, po gjithë trinjve të tjerë, edhe ata që ndoshta nuk e kanë interesin, po edhe ata që duan të japin kontribut. Kjo është forca politike më e madhe, është forca fituese. Pra nëse nuk je në Parti Socialiste, po e çon gjithë dëshirën tënde dhe kontributin tënd. Kështu që është një farë formë, unë e them edhe kur bëj biseda me njerëz se janë të interesuar, i them është një çik pragmatiste. Pra nëse do të jesh pjesë e historisë në atë mënyrën tënde, ky është moment që të japësh kontributin tënd dhe do ta kuptosh rrugës si ke bërë zgjedhjen më mirë. Florian. Po, Flori. Unë, për ato që s'më njohin, quhem Florian Pullazi. Ka ngel njëri pa të njoftë më. Një djalë Tiranës, Demba Badem. Me puse me carac. Me puse me carac, djali i rrugës Elbasanit. Dhe njëri që ka shumë dëshira, ambicet e veta, dhe njëri që do të kontribuojë gjithmonë për mirë, ashtu siç na ka mësuar dhe prindërit tanë, sepse në çdo familje tiranëse mirësia e bukur mësohet gjithmonë, një këto gjithmonë në qim feminin. Vi nga një familje e zakonshme e Tiranës, i mat ka qenë ka punuar linjat e autobusit nga Tirana, Krap, këto historitë e tjera. Po njëri që ka qenë shumë veta, më thonë, edhe më shumë krenar, më thonë, është Çun Tirana. Do mundohem që ati fjalën Çun Tirana ta fitoj, jo po ta fitoj me punë, ta fitoj me sjellje korrekte. Kam i kontribut disa vjeçar politik, në administrativ, e marrë me punë ndryshme edhe biznes privat, periodat ndryshme.
kam mbaruar Institutin Bujqësor për Ekonomi Agrare, kam një master në teknologji ushqimore, kam një master tjetër në shkenca politike, studime rajonale, dhe gjithmonë kam qenë kërkues tek vetja dhe kam qenë gjithmonë kërkim një gjë që të kontribuoj dhe të jap sa më shumë për komunitetin tim, për njerëzit e mi. Dhe them që në gjithë këto vite kontributi ka qenë besoj ka qenë i mirë dhe kjo do të jetë matje shumë e mirë ky moment dhe të falenderoj kryeministrin për besimin e dhënë. Dhe si thosh ka qenë dhe një ëndër ime, që isha pjesë e këtyre listave dhe absolutisht do mundohem që të jap më të mirën time të fushat, siç kam thënë gjithmonë, edhe për gjithë strukturën e Partisë Socialiste, sepse realisht përteja sa historisë, por politika është ajo që është mjeti i dur për të ndryshuar situatat, gjitha llojet e situatave në Shqipëri. Dhe absolutisht vizionet, gjitha këto gjëra të tjera që ne kemi disa vite që i ndajmë bashkë, i kemi punuar që nga viti 2011 si pjesë e strukturës Partisë Socialiste, duke qenë edhe antar i Këshillit Bashkiak. Besoj kemi pasur debat atëherë në 2011 për sa i përket mandatit të Këshillit Bashkiak, por që realisht dhe fal insistimit, por edhe dashamirësisë edhe bashkëpunimit, unë ata shova në atë kohë me grupin e Partisë Socialiste, sepse mora i mandat nga Këshilli Bashkiak, për Këshillin Bashkiak mora i mandat nga një subjekt tjetër politik, i majt, por që ishte dëshira ime dhe dëshira shumë e fortë edhe prindërve të mi dhe njerëzve të mi që unë kontributin tim të jepja në Partisë Socialiste. Dhe kjo ishte vendosmëria ime dhe besoj që këtë ditë që flasim sot e kam justifikuar dhe këto gjë. Jam munduar gjithë këtë kohë, në gjithë periudhën dhe gjithë aktivitetin tim madje në njësi administrative, që cilën e drejtoj për 7 vitesh, të japi kontribut sa do të mirë, edhe të jem paktën është e shpreha famshme që të dëgjosh problemet, të dëgjosh hallin edhe pastaj mundohesh të japësh zgjidhje të veprosh sa më shpejt. Po doja të thoja diçka edhe për pjesën e xhamisë. Absolutisht është shumë e vërtetë kjo. Është fal insistimit Partisë Socialiste që xhamia Namasjaja sot është aty. Unë kam qenë antar i Këshillit Bashkiak. Jo, kam qenë antar i Këshillit Bashkiak në atë kohë. Dhe kemi pas debatin kur se është shumë e vërtetë kjo që mundohen të kalojnë të majtët sikur jemi islamofób. Nuk është ashtu. Ka qenë një debat shumë i madh i jonë në Këshillin Bashkiak, sepse Luli, i famshëm kërkonte, ku je më Lul, ku je më burr? Florian, në thanë që dalë që të pirikave sa u bje, po nuk e di sa është e vërtetë. Jo, ka pikë. Ku është më Lul, ku je? Por kryetar xhamin do të t'ia dashonte. Po është në fushat, ka parti ky? Nuk e di. Po nuk është çështja e një xhamie si institucion, si arkitekturë. Gjë më kupton logjikën. Pra insistimi ishte. ishte. Unë kam të jetuar. Unë jam nëna 4 fëmijëve dhe duke u maturuar njeriu me veten, dhe erdhi një moment që thash, okay, nëse vajza ime nesër do kaloj të njëjtat sfida që kalova unë, për t'u rikthyer prap sistemit arsimor, se nuk ishte e thjeshtë, nuk ishte fare e thjeshtë. Paragjykimi është gjëja më e thjeshtë, po kur është e përditshme, bëhet shumë e lodhshme dhe njeriu. Ti nuk u dorëzove? Unë nuk u dorëzova, po sa të duash mund të jenë dorëzuar, sepse po të hoqën nga shkolla? Po, më hoqën nga shkolla. Si vazhdoi historia pastaj? Pastaj mat insistoi shumë në atë periudhë, për çka se nuk ishte fare dakord, ishte edhe i trombur, edhe çfarë po ndodh, çfarë do bëhet, si do shkoj. Ishte dakord që unë të mbulohesh atë vija, të ta vishja. Do thoshte hiqje dhe shko shkollë. Po, ky ishte meraku, do ngelesh pa shkollë, s'do kesh një të ardhme, të tjerë, insistoi shumë dhe më mend që në atë periudhë pa takuar kryetaren e parlamentit që ka qenë Jozefina Topalli. Diskutuan, mori prej saj faktikisht një shkresë që e detyronte shkollën të më rikthente, por ç'a ndodhi? Pak rreth 2 muaj më vonë ndodh bëj një situatë këtu në Tiranë me disa vajza tek fakulteti i gjuhëve të huaja dhe ajo u bë shumë e madhe dhe kjo pastaj bëri që të ndalohet në formë administrative në të gjitha shkollat. Që janë ata. Ishte një, domethënë, unë shkollën e mesme në atë periudhë kam mbyllur me korrespondencë, ishte akoma brezi i fundit i korrespondencës, po sigurisht nga një nxënëse e 10-s u bë shumë e vështirë për ta marrë ashtu siç e kërkonte koha. Rikthimi pastaj në universitet, më përballi me një problematika që unë isha dhe nënë e re, duhej edhe të studioja, po edhe të merresha me fëmijët, po edhe
hyrje dalje të familje, po edhe mos kuptimet, sepse gjithçka që vjen e re si fillim është e vështirë. Dhe erdhi një moment që i thash vetes time, Eda, merr dietën dhe kështu a kem mbyll gojën të gjithëve. Kam studiuar në privat faktikisht, po 3 vite nga 5 kam pas bursën të plot 100%. Dhe më tepër se sa pjesa e pagesës, kisha atë krenarim personale që po tregoja që nuk jam ashtu siç mendoni. O labe, o maloke, nuk e di, po mbasi të dyja bashkë. Në besimi se s'është puna. Patjetër që besimi është diçka identitare, është thirrje shumë e fortë. Po që doja të dalë ke fjala e zotrisë, kur bësh prind, ti kupton që nuk është më thjesht besimi për veten tënde, por ke edhe një mision tjetër. Dhe thash nesër nëse fëmia im do përjetoj të njëjtat, nëse do ta bëj si zgjedhje, do përjetoj të njëjtin problem, atëherë do thotë po ti ç'a bëre gjithë këto vite, vetëm na dhe për të ngrënë, për të pirë dhe na veshe. Pra, e kam thirrë si një lloj detyrimi moral, dhe unë mendoj që këtë njeriu e mat me veten. Nëse ti ndjen brenda vetes që unë kam diçka për të bërë aty dhe nuk e bën, më duket sikur je gabim para Zotit. Pra ti e mat vetë të pjesë. Dhe puna më e vështirë që më është dashur të bëj në këtë pjesën e terrenit të shoqërisë civile e kam quajtur unë veten, se nuk është se kam qenë pjesë e ndonjë shoqërie civile në kontekstin legjislativ. Më është dashur të përkthej atë punën që unë e bëja reale me gratë dhe vajzat brenda komunitetit tim, atë punën brenda komunitetit fetar ta përkthej në konvencionet të terminologjisë së shoqërisë civile, që do të thotë të dalësh nga të bërit moral dhe të flasësh për çfarë është e drejtë ligjërisht apo jo. Më kujtove një moment me Papa Franceskun. Këtë që the, nëse se bën ku do bësh, i them unë shumë të forta i keni këto fjalët edhe shumë të papritura edhe në reagim edhe nga brenda komunitetit. Fjalët janë ato që vinë për të dalë. Nëse nuk i them, ku do ja them, krimbave? Shumë e bukur. Më bëri shumë përshtypje. Faleminderit shumë. Faleminderit për Shumë respekt dhe sa të kesh komunistët me vete mos pyet. Hajde. Ciao. Vazhdojmë me pjesën tjetër të sesionit të fundit për qarkun e Tiranës. Kemi këtu Julindën, Persidën dhe Mirgitin. Mirë se erdhët. Mirë na keni gjetur. Më vjen mirë që jeni mirë. Po e fillojmë me Persidën. Ke të gjithë lirin të thuash çfarë të duash për ata që s'të njohin, po edhe për ata që të njohin dhe po të shohin. Po. Si fillim ju falenderoj që më besuat për të qenë në listë
në qarkun Tiranë, edhe pse unë jam një vajzë sarandiote, por për 20 vite që jetoj në Tiranë. Unë jam Persida Shkrepa, ta do kisha emocione, po na mbërthyen, ju kërkoj ndjes. Fëdeshe mund të bësh pak pushim se japin Juli s'ka Jo, emocione. i nxora tani, nxora të keqet. Unë jam Persida Shkrepa, jam arkitekte, jam nga Saranda. Jam e martuar dhe në 2 fëmijëve, Andja edhe Parid. Me Paridin në fakt, ju zoti kryeministër, nuk i keni mirë punët, sepse më tha nuk e dua fare atë Tiranë, më tha sepse të ka marrë nga shtëpia, tha dhe nuk të lë të rish më me mua. Por Se për mua më latë dhe këtë. po, ashtu ta. Unë jam arkitekte. Në fakt, angazhimi me Partinë Socialiste më shumë i hershëm, që kur ka qenë freshi në vitet 2002 dhe në 2006, dhe pastaj kam parë një spot të shkurtër në vitin 2013, por që atëherë unë jam shkëput nga angazhimi im partijak për të fokusuar pasionin tim që është arkitektura. Në moshën 31 vjeç kam pasur disa periudhë të shkurtra në administrat, por në moshën 31 vjeç vendosa që të heq dorë nga administrata dhe mendoja se ishte momenti i dur që unë të filloja të krijoja studion time. Sepse vitet kalonin dhe nuk do kisha më kohë që unë të krijoja atë ëndrrën që unë kisha që fëmijë, që ishte arkitektura. Këtë vit, në gusht të këtij viti, mua më shtyn Daxha im nga Saranda dhe më thotë Perisa, apliko te platforma, thotë deputeti që duam sepse është një platformë që jep mundësi të rinjve. Edhe mua më zhdash 2 muaj në fakt që marr të vendim dhe i thash pse unë me politikën, i thash Daxha, jam shumë mirë, nuk kam kohë në dispozicion se merrem me studion, bëj këtë që më pëlqen më shumë. Tha, unë të njoh kush je dhe di shumë mirë që energjia që ti ke do përcjell dhe japi një mesazh tek të rinjt të cilët nuk besojnë edhe largohen nga vendi. Në fakt, kjo ishte pika kyçe që më shtyu, sepse atë periudhë unë po hiqa peripecit e kushërimeve të mi në për emigrim, edhe mendova që të dalë për t'i dhënë një shembull gjithë të rinjve se vetëm në vendin ton ne mund të shkëlqejmë 10 fish më shumë se në vendet e tjera. Dhe ky është shembullim konkret, unë vi nga një familje e thjesht, babi shofer, mami ka pas një biznes të vogël në Sarand. Ata për 10 vitesh janë emigrantë në Amerikë dhe unë nuk jam shtyr për të ikë në Amerikë sepse e gjeta vendin edhe veten këtu në vendin tim. Suksesi im flet shumë, sepse unë nuk kam qenë as familje pasur, as e varfër, kam jetuar shumë mirë, as kam pasur një mbështetje politike, as në një biznesmen të fuqishëm, bashkë me tim shoqe kemi ngrit atë që kemi ngrit deri tani. Çfarë punë bën ai? Im shoq ka mbaruar profesionalen për hidraulik. Dhe sot, për 20 vitesh ka një biznes goxha të ngritur me punimet hidro në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Të dy bashkë me pasion besuam edhe ata që na njohin e din shumë mirë që ne fal punës konstante dhe fal zhvillimit që ka pas vendi gjithë këto vite, ne arritëm ta bënim mendjen tonë realitet. Shumë thjesht. Unë kisha dhe mundësinë të largohesha në Amerikë se prindi kam atje në bashkim proces familjar, me viza, ishte shumë kollaj, por kur kam shkuar atje për pushime 2 herë, kam vëre që sa të vlerësuar ndihemi ne këtu. Ai që do dhe që punon konstant pa u lodhur, harin majat. Unë si kam arrit majat akoma, se pasaj do filloja të bija më të poshtë, Jo. por ndihem shumë me fat edhe ky suksesi joni në fakt nuk ka rastësisht. Në 2015 nuk kanë ikë prindrit, ne ishim me ndesh do largoheshim nga vendi, por fali këtij ndryshimi dhe zhvillimit të madh që ka pas vendi jon, na dhanë mundësia të tregonin veten tonë. Kështu që kjo është një thirrje për të gjithë të rinj që janë akoma këtu, dhe që gjejnë atë zgjidhjen e shkurtër se jashtë mund të gjejnë veten, dhe një thirrje për ata që janë jashtë dhe akoma nuk e kanë gjetur veten dhe nuk janë sistemuar, të kthehen për të zhvilluar në vendin tonë, sepse këtu ndihen të respektuar, të vlerësuar dhe mundësia për të zhvilluar është shumë më e shpejtë se sa jashtë. Juli. Atëherë unë jam Julinda Dhame, jam inxhiniere mjedisi, por dëshiroj mjetet motorike, makina, motora dhe garat sigurisht. Kam marrë pjesë në shumë gara edhe sot jam këtu për një garë tjetër për të vendosur një rekord të dytë për Partinë Socialiste mbas atit paret për mandatin e tretë. Jam vajzë vetme e 2 prindërve të respektueshëm në Tiranë.
kam lindur dhe rritur në Tiranë, jam shkolluar në Tiranë. Nuk kam lëvizur asnjëherë nga Tirana, përveç se për garat e Rally Albania që kam bërë në gjithë Shqipërinë për 21 vite, ku kam mundur të promovoj bukuritë e Shqipërisë dhe t'i tregoj të gjithë turistëve dhe të gjithë garuzëve të huaj që vinë, rritet numri çdo vit. Kam një djalë 21 vjeç tashme që quhet Geri, një djalë i edukuar dhe i dashur. Me që jam vajzë vetme e dy prindërve, unë jam munduar që të kem gjithmonë shoqëri, ekip, skuadra gjatë gjithë jetës time, sepse kërkoja një motor por nuk e kisha. Edhe kam pasur edhe kam ngritur një rjet shumë të madh miq edhe mikeshash. Sot unë jam shoqja e sportistëve, shoqja e artistëve, e njerëzve të mediave, e modës, e biznesit. Ri me ta flas dhe ndihem shumë mirë afër tyre. Gjithashtu unë jam një vajzë e thjeshtë që shkoj takoj këdo që njoh, të njohur dhe të panjohur, flas me ta, dëgjoj problemet e tyre. Po sigurisht në të gjithë fushatat që kam bërë në Partinë Socialiste e kam treguar edhe Shqipërinë tjetër, Shqipërinë Europiane, atë që Partia Socialiste po e formëzon avash avash. Sigurisht jam edhe një vajzë ose një intelektuale, një grua që punoj çdo ditë dhe po jap më të mirën time për vendin tim. Dhe sigurisht me këtë fushat jam shumë nderuar dhe falenderoj personalisht që jam pjesë e kësaj fushate në këtë ekip, në pjesë e ekipit kombëtar që do të çojë Shqipërinë në Europë. Dhe do t'i prezantoj të gjithëve nga afër se kush është Partia Socialiste, çfarë bën Partia Socialiste dhe si arrita unë deri këtu. Është shumë e çuditshme sepse shumë veta më kanë thënë ne të vjetrit e Partisë Socialiste jemi të djegur, kemi kaq vite. Megjithatë unë këtë herë ndjeva veten gati të pjekur, të themi, profesionalisht për dhënë gjithë kapacitetin tim, për dhënë gjithë eksperiencën time në këtë fushat edhe të qenit pjesë e këtij grupimi për zgjedhje. Dhe sigurisht u futa te deputeti, te platforma e deputetit që duam, ndërkohë që kam ardhur sot atë me një bluzë. Ke këtë gjithmonë të sindran të bluzë. Që sa herë më thonë jo, unë jam gjithmonë pse jo. Besova dhe guxova, e pash veten mes shumë të rinjve, edhe unë ndjeva pak kesë, thash ndoshta është vetëm për të rinjt, po me sa u kuptua është për të gjithë. I bëra ato detyrat që na u caktuan dhe fillova punën për takimet, për diasporën. Jam një rinë fakt që edhe pse jashtë fushatave janë ngre telefonin gjithëve, i përgjigjem gjithëve, edhe kjo më ka bërë që të krijoj një impresion të mirë të gjithë, edhe shpresoj, nuk kam kërkuar asgjë mbrapsht, edhe shpresoj që patjetër. Okej, Birgit. Unë jam Birgit Vataj, 39 vjeç, fëmijë, djali i 2 mësuesve, babai një djali 5 vjeç, kam përfunduar studimet punë sociale në vitin 2008, vitin e kaluar kam kryer studimet në shkollën shqiptare të studimeve politike, kam marrë pjesë dhe kam ndjekur një sër trajnimesh dhe specializimesh brenda dhe jashtë Shqipërisë, në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, në fushën e drejtave të njerëzit, dhe sigurisht që kam patur një angazhim prej 16 vitesh në shoqërinë civile, si aktivist, si drejtues dhe si implementues programesh dhe projektesh të ndryshme. Nga viti 2017 deri në vitin 2021 unë kam drejtuar linjën kombëtare të këshillimit për fëmijë, ALI 116-111, duke e kthyer në njërin nga mekanizmat më kryesorë të raportimit të rasteve të dhunës dhe të abuzimit të fëmijëve. Dhe gjithashtu kam iniciuar dhe kam dizenjuar platformën kombëtare i sigurt.al,
e cila është një platformë ku fëmijët, adoleshentët mund të raportojnë çdo rast incidenti që ata ndeshin online. Gjithashtu kam marrë pjesë në një sër iniciativash, kam udhëhequr dhe kam bashkëpunuar për të propozuar disa iniciativa ligjore në Kuvendin e Shqipërisë dhe njëri nga momentet të cilët unë ndjej si pjesë të krenarisë time profesionale lidhet me miratimin e regjistrit kombëtar për krimet seksuale i miratuar në vitin 2022. Gjithashtu kam bashkëpunuar me një sër organizatash ndërkombëtare ndër më të rëndësishmet për të përmirësuar kornizën ligjore, për të rritur kapacitetet e ofruesve të shërbimeve në shërbimet sociale dhe gjithashtu për t'i dhënë mundësinë realitetit, por jo vetëm, në Shqipëri për të ndërgjegjësuar për disa aspekte shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me detyrimet që ne kemi si qytetarë në funditës në lidhje me ndjeshmërinë që duhet tregojmë ndaj kauzave që lidhen kryesisht me drejtat e njerëzit, me drejtat e fëmijëve, drejtat e grave dhe vajzave. Në vitin 2021 u krijua Urdhri i Punonjësve Social në Republikën e Shqipërisë, një institucion i cili kishte dhe ka si qëllim për të rregulluar profesionin e punës sociale. Mu besua ta drejtoj këtë institucion nga gjithë kolegët nga gjithë Shqipëria dhe besoj kemi dhënë një kontribut tepër të rëndësishëm jo vetëm në arritjen e atij aspekti që është shumë i rëndësishëm për profesionin si procesi i licencimit, por edhe në krijimin e hapësirave të reja që punonjësit social të angazhohen profesionalisht. Pavarësisht gjithë këtyre elementeve, në këto momente erdhi natyrshëm dhe mundësia për të përfshirë, ndaj dua sinqerisht edhe t'ju falenderoj ju, drejtuesen politike për Tiranën në zonjën Manasterliu, për mundësinë për të bërë pjesë e kësaj skuadre. Ka disa arsye sepse unë jam përfshirë realisht, edhe të cilat lidhen qoftë me backgroundin tim profesional, por edhe me backgroundin tim familjar. Kuptohet që puna sociale ka si qëllim për të përmirësuar jetën e individëve dhe komuniteteve, njëjtin qëllim ka edhe politika, për të ndikuar në qasjen multidisciplinare për të përmirësuar jetën e individëve, familjeve dhe komuniteteve. Ndaj është një bashkim shumë i rëndësishëm. E dyta, në gjithë eksperiencën time, duke qenë se unë përmenda që jam angazhuar, kam bashkëpunuar me grupin parlamentar dhe gjatë gjithë kësaj kohe çdo iniciativë në kuadrin e angazhimit tim shoqërinë civile që ne kemi ndërmarrë, unë kam parë një bashkëpunim shumë të mirë nga gjithë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pra çdo iniciativë që ne kemi ndërmarrë për të përmirësuar kornizën ligjore, ne kemi gjetur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Dhe gjithashtu duke qenë se unë kam mbuluar dhe fushën e punës sociale dhe angazhimin nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale që ka qenë gjatë gjithë kohës në kohezion me elementë cilët ne kemi kërkuar për përmirësimin e shërbimeve sociale, gjatë gjithë kohës ka qenë bashkëpunuese, në të njëjtën kohë Ministria e Arsimit për krijimin e gjithë hapësirave për profesionistët e punës sociale. Dhe e treta ka të bëjë edhe me aspektin familjar. Faktikisht unë kam lindur në Puk dhe në vitin 2000 prindërit mi vendosën që ne transferoheshim në Tiranë. Babai im ka qenë 2 herë i deleguar në 2 kongreset e para të Partisë Socialiste dhe ka drejtuar për disa vite Partinë Socialiste në rrethin e Pukës. Kështu që bëheshin shumë faktor bashk për të ndërmarrë këtë angazhim dhe sigurisht që vërtet që ndjehemi lumtur dhe falendërues dhe është një sinergji nga gjitha krahët. Persida, ti kur hyre në këtë proces, kishe besim apo the hajt po e provoj një, se kam bërë gjithë të pyetje? Po. Vërtetën. Unë s'kisha besim, tash hajt po e provoj një herë. Ndoshta ishte shkruar tafsi bafti, siç themi ne. Tash unë që e kam, do më thanë dhe njerëz në fakt, impakti i njerëzve ishte shumë ma gjepë se thanë, po ti ç'pate? Kur fillova? Kur pan videon, po, ti ç'pate, ti shutesh, ti e kënë Terezi, e kënë Spango. Se ne nga jugu i kemi këta. Tash më unë Spango e kam, po t'i japim sa mesazhe dhe aty e të rinjve që po strapacojnë njerëz. Unë atë periudhë kam pas kushirin e mi se unë jam e madhja në fisë dhe mbuloj gjithë hallat e fisit, moralisht të paktën. Dhe shikoja si ropateshin, njëri në Hollandë, njëri në Amerikë, njëri në Angli. Dhe ndërkohë që njerëzit e mi më thoshin, të keqen halla, sa mirë bëhet që s'ke ikë nga Shqipëria, që s'ke ikë te mamet e babi, se do ropatesh si këta tanët. Dhe është e vërtet. Ati thash, t'jap një mesazh të rinjve që rini këtu, keni familjet tuaja. Keni një mbështetje shumë të madhe duke pas njerëzit të rrotull. Dilni në rrugë jeni të respektuar. Do aplikoni diku
duhet të punoni, se të shqiptarët e pak dembele duan t'ju vi kështu gati nga, po mua s'më ka ardhur gati fare dhe nuk do një trimëri e madhe s'më ka ardhur gati, po dua të rregoj shembullin që po punove i harin. Edhe nuk isha besim. 2-3 herë gjatë garës kam thënë, po unë shtua këtu se ndjesha pak keq kundrejt atyre që kishin vite që kishin kontribuar në Partinë Socialiste. Me thënë drejtën, e thosha, mos është e pa drejtë kjo që po bëj, se unë e di që po ju futa një diçka e do ja shoj deri në fund. Dhe dija që do godisja potaria që ju të shikojnë ato angazhimet e mia. Dhe gjithkohon thoja, të shkoj mesazhi im, të shkoj angazhimi im deri atje ku duhet, jam e sigurt që do më mbështesin. Po më thosh një gjithmonë që do t'i desh, po nuk do të fusin në lista, kush e tjerë të fusin në lista. Ke ndonjë të fortë mbrapa ti më thosh? Po që të fortë më thash, jo të fortë, jo gangster, jo tani, të forta që të shtyta, që të fusin. Dhe ja që u treguar kundërta që s'kishte nevojë as për të fortë, as për gangster, as për miq, por që me punë mund të arrijë gjithçka. E vërteta është që ne kemi analizuar mirë këtë platformën përpara se sa ta nxirrnim. E bëm herën e kaluar në 2021, po ishte iniciativa e parë dhe nuk ishte shumë e artikuluar edhe ishte kështu aplikim me një video, po pa ndonjë angazhim tjetër. Kohë që ju e keni bërë këtë herë ka qenë pak më e ngarkuar edhe me referenca edhe se ato tregojnë edhe sa vullnet ke që ta vazhdosh, se mund të ketë njerëz që koton hajde po edhe një edhe për të tallur. Analizuam mirë dhe e dyta i dham kohë njerëzve të gjithëve që të tregojnë diçka. Unë i vum një lloj prove. Që ja ku jeni tani rrjetet sociale, regjistrimin e migrantëve, puna juaj me komunitetin për të treguar që edhe njëkohësisht edhe për ta provuar edhe vetë, se ka pas edhe në ata që janë të req vetë, se kanë thënë kjo që ka punë ngatruar, se kjo nuk është hajde se unë jam se ajo e kontributeve, ajo nuk i ka të dy anët. Domethënë një gjë është thuash se unë mendoj që në një parti politike kur je thjesht një antar i thjesht ke disa detyra të thjeshta, por kur të tjerët japin mundësi që të jesh këtu ku jemi ne tani, atëherë kjo është një gjë që duhet bërë për ditë. Nuk është diçka që i kam bërë në ato kontributet dhe tani kush është kjo që po vjen. Po jo, se kjo që po vjen, ti në këtë rast, ose cili do qoftë tjetër nga të rinj, po kjo që po vjen ka ca kontribute të tjera, që janë kontribute që janë të rëndësishme në shoqëri dhe ka dëshirë më të madhe se sa ty që mendojnë që me kontributit që ke dhënë përpara do të vazhdosh të marrësh, se kjo nuk është lop që për të mjel, po është edhe për të ushqyer, edhe për të mirëmbajtur, edhe për të trajtuar, edhe gjitha. Kështu që dhe mbi të gjitha këto zgjedhje kanë qenë shumë, do ky proces i përzgjedhjes sipas meje ishte vendimtar, sepse këtu ose duhet investohej, të reinvestohej në Partinë Socialiste, është investuar në Partinë Socialiste her pas here, se edhe këta që janë sot, po themi gjithë drejtuesit politik që ne kemi sot, janë praktikisht prurje të reja të kohës më të 2009-2013. Faktikisht. Gjithë, dhe unë ja u thash, edhe aty në kryesi kur ishme u thash shiko, gjithëve, mos harroni një gjë, që shumë nga ata që po vinë sot, janë si ju kur erdhët atëherë, që thoshin edhe atëherë thoshin, po ne kemi kontributet që janë këta, si u bën këta, si u hyn këta, etj. Dhe për më tepër që sot shumica dërmuese e këtyre që vinë dhe prapë bëjnë një garë, sepse sistemi është më kompetitiv tani. Dhe problemi është që Partia Socialiste dhe partitë politike në përgjithësi, dhe unë
bindur për këtë. Gjitha partitë politike instiktin nuk e kanë të hapen, kanë të mbyllen. Edhe ti mund të flasësh sa të dush gjithë ditën që shiko hapen i partinë, hapuni, është diçka që atëherë kjo duhet bërë me një shtytje shumë të fortë nga lart. Dhe e dyta është që partia nuk është qëllim, është mjet. Tani, dakord, nuk është qëllim, është mjet, bukur, por nuk është mjet ekskluziv i atyre që e zotrojnë mjetin. Edhe thonë e tjerët në autostop atje, se merr në makina. Kjo është mjet të cilin do ta kenë dispozicion të gjithë ata që duan dhe mund ta përdorin për të bërë diçka për një qëllim të përbashkët. Dhe e fundit, Partia Socialiste në këto zgjedhje duhet të ishte patjetër, dhe siç është, më e vjetra dhe më e re. Dhe faktikisht kjo është një parti e re për gjithë ata që duan të reja dhe të rinj, qoftë në moshë, qoftë edhe në konsum. Edhe është një parti e vjetër sepse ka eksperiencë më shumë se gjithë partitë e tjera, gjithë bashkë ti mbledhesh për të qeverisur. Kështu që kjo është pak a shumë filozofia, se ju lodha me... Ja, nëse mund të shtoje diçka. Ti të shtosh patjetër edhe një gjë tjetër, se do e shtosh se e di unë. Që e sigurt do e shtoje edhe një. Unë nuk isha as detyrim as moral, as detyrim nga dikush që të aplikoja tek të përfshihesha te Partia Socialiste. Mund të përfshihesha ku të doja unë, ku do të qefi se s'kisha detyrim tek askush. Mund të rusja edhe tek PD-ja, edhe tek partitë e reja që ne kemi goxha edhe ande nga jugu. Ju do thoni pse Partia Socialiste, se mund ta bëjnë shumë njerëz të pyetje. Sepse unë besoj tek faktet, tek ajo që ndodhin. Ne kemi 12 vite që shohim faktet. E para dhe dyta, unë besoj tek vizioni. Dhe vizioni që Partia Socialiste ka, me ju në krye, është vizioni i të bëjë gjërave ndryshe, i të bëjë ndryshime. I kam thënë dhe me ironi njerëzve që, ore, mos e mendoni të ndrojmë krah për momentin e 4 vjet, se unë për zotin e madhin Zora Meqera, këto që kam dhe i ka në Amerikë të prindit i thash. Dhe ky është e fakt. Ku me kënetën, pa nuk shkon një kënet. Edhe të gjithë qeshnin. Edhe, po se do ikësh atje? Po jo, mos me rëndot, unë i dash Meqera edhe i ka të gata i thërë, rini atje mos hajteni se do vim neve. Sepse kujtesa e njeriut është ndërtuar e tillë që të keqen të harroj edhe mira, edhe ndërkohë që mendja e njeriut është e mira si mos mjaftoj asnjëherë. Por kjo pseja pastaj është që thuash po më çfarë do bëj? Do të rivoj gjithë filmat që sa herë kanë marrë një gjendore kanë prishur. More Shqipërinë, more një bashki, more një komunë, more një institucion, more si nuk kanë bërë, se normalisht unë i di gabimet që kemi bërë ne, po do më di dhe më shumë se ato që thuan. Por po të më thuash në orë na tregoj çka ke bërë ti, çka ka bërë kjo parti dhe po them çka ka bërë kjo parti dhe kur s'kam qenë unë. Unë di të tregoj, ka bërë këtë. Po më the çfarë thonë, ne futëm Shqipërinë në NATO, pse më ata e futën Shqipërinë në NATO. Nice. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit.
pjesa e para fundit e sesionit fundit, sesioni i qarkut Tiranë, dhe kam këtu kesin që ngatrova, me një kes tjetër të ngatrova me kesin e Shkodrës. I thash ti e 20 vjeç, jo tha jam 26, ja ku është kesi 20 vjeç. Kjo është kesi e Lezi, e cila vjen nga një territor që juve nuk ja u hamenia. Që se keni dëgjuar, besoj. Dhe shumica kur i prezantojmë ndonjëherë i duket sikur wow, ku ndodhet. Unë vi nga zona e Kamzës, unë jetoj në Babru. Kështu që le të vazhdojmë bisedën. Kesi vjen nga Kamza, parafiturohen tani se çfarë ndryshimi ka ndodhur me Kamzën, do flasim për këtë, që kesin e ka si lojtare të perspektivës, kurse lojtare në fush për ta përfaqësuar Kamzën përtej kuptohet Lindita Nikolës, që është atje dhe është deputete e Kamzës, ka Sofikën, Sofika, Sofika Veshin. Do t'i them kesit mos u qaj se më ka përdjek gjithmonë kjo, erdhi kjo Kamzalia. Ja. Sofika Veshin, që është deputete e Kamzës. Ti me platformën ke ardhur apo ke ardhur nëpërmjet komunitetit, nëpërmjet partisë atje? Nëpërmjet platformës. Me platformën deputetit që duam. Pra shikoni sa ka ndryshuar Kamza. Kamza e dikushme, të ububushmëve me Kamzën sot të Rakip Sulit edhe të gjithë ekipit të ri të partisë, dhe i fundit për këtë prezantim, po jo për nga rëndësia, Endrit Brahimllari, i cili është bashkuar me Partinë Socialiste dhe na bashkohet në këtë bashkëbisedim, ndërkohë që unë po e nis me ty se kesi shumë e vogël për ta nis, apo ta nisim me kesin, si thu? Ta respektojmë që është më vogël, Më pse jo? vogël. Ju falenderoj. Kesi, hajde s'pas ka emocione, se gjë më pëlqen, hajde, I kontrollojmë. jepi. Atëherë një prezantim të shkurtër për veten, unë jam Kesi Elezi, vi nga Kamza. Vi nga një familje ku prioriteti ka qenë gjithmonë biznesi. Mama dhe babi im gjithë kohës janë marrë me biznes. Dhe unë doja të ndiqja faktikisht atë. Nga kanë ardhur, pa? Nga Tirana. Ne jemi Tiranas për shumë brezash. Domethënë ju jeni kamzalit e kahershëm. Po. Po, nuk jeni ata që janë më të Ja. Gjë, okay. Shikoni si kombinohen gjërat? Atëherë për të ndjekur këtë rrugën e biznesit, vendosa të studioj tek Fakulteti i Ekonomisë, që studion degën administrim biznesi. Dhe kështu, tani sot jam këtu përpara të gjithëve, duke përfaqësuar Partinë Socialiste. Po ç'në Partinë Socialiste, pse? Me thënë drejtën që e vogël, babi ka qenë gjithmonë socialist, kupton? Kështu që edhe unë normalisht në hapat e familjes time, plus që edhe bindja ime gjithmonë ka qenë e tillë, duke parë dhe ndryshimet që kanë ndodhur. Domethënë Partia Socialiste dhe ju ka bërë të mundur që Shqipëria të njihet në mbar botën. Domethënë nuk është gjë e thjeshtë. Shqipëria, po ta krahasoj me shumë vite më përpara, ishte një vend që mendoj se ndodhin katastrofa natyrore, ndërkohë që sot Shqipëria është një nga vendet më të Dhe imagjino, ai ishte një vend që ndodhin katastrofa natyrore, ndërkohë që Kamza brenda Shqipërisë ishte. E kupton që nuk Sofika, tani e ke fjalën ti. Po, unë quhem Sofika Leshi, lindur në Mirdit, banuese dhe rritur në Kamës. Kam mbaruar studimet në Fakultetin e Arteve të Bukura, për piktur, kavaleti dhe mësuesi. Aktualisht jap mësim në një shkollë shtetërore. Ja ku jemi, le të flasim. Po, fol pra. Për sa i përket pjesës së politikës, do të them se kam zgjedhur Partinë Socialiste. Është një nga ato parti që realisht ku kam pasur 2-3 projekte për t'i prezantuar, ka qenë e vetmja që ma ka hapur derën dhe ka thënë po bujrum, hajde, le t'i diskutojmë dhe le t'i realizojmë. Kjo është një nga ato shtyse që mu më ka bërë që t'i futem kësaj pune. Po kur aplikove ke platforma, kishe
kisha besim, apo the hajde po futem mirë? Realisht thash po futem një herë, nuk e prisja që do zgjidhesha. Ka qenë ndoshta nuk e di shans. Ka Jo, qenë shans jo, s'është me shans kjo, se ka pas edhe të tjera aty. Po nuk është me shans kjo, kjo është me punën që është bërë, me kontributin që ke dhënë. Unë kam dëgjuar fjalë shumë të mira për ty nga. Unë një kontribut shumë të vogël, kam dhënë në Kamës. Jo, po është Kamza ndërton Partia Socialiste në Kamës ndërton këtë proces, siç po e bëjmë kudo, që të fusim sa më shumë të rinj, të cilët jo domosdoshmërisht do i fitojnë të gjithë dhe të shkojnë në parlament, por ama është një hap i parë edhe për të bërë një transformim, sepse ndryshimi atë po i thosha më parë atyre që ishin, që sot këta që janë drejtues politik janë të gjithë gjenerata e 2009-2013, pra kanë qenë si ju kur janë futur dhe pastaj kështu bëhet ndryshimi dhe është momenti për të përgatitur ndryshimin e gjeneratave në Partinë Socialiste. Endrit, mirë se erdhe. Po të lë të flasësh i lirë. Para unë ju falenderoj, arsyeja shumë e thjeshtë, për mua arsyeja Sofika dhe Kesi pse zgjolla Partinë Socialiste, është e reja. Dhe duhet ta theksoj këtë gjë sepse ka gjetur mundësinë për të rigjeneruar një ekip dhe për t'i dhënë shqiptarëve një ekip të ri për gjeneratën e re. Unë kam vite që merrem me politikë dhe gjithmonë angazhimet e mia në politikë kam pasur një mundësi për të mbështetur të rinj, për të promovuar të rinj, dhe kam pasur si një mundësi e mirë që të kalojmë tek ajo politikë aktive ku 33 nuk janë thjesht një fasadë, po janë një realitet në vendimmarrje. Dhe sot Partia Socialiste, duke parë dhe ekipin e saj përfaqësuese të deputetëve që do garojnë në zgjedhjet e vetbajt, tregon që është e re, tregon që ka gjetur një kombinim perfekt midis gjeneratës të 2009-s dhe një ekipi të ri. Unë jam babai 2 vajzave, Isiari dhe Aleksës, dhe e gjithë energjia ime e ditës ka bërë me mundësinë që duhet i krijoj fëmijëve të mi që ato të edukohen në këtë vend, punojnë këtu dhe të jemi Sa vjeç janë vajza? Isiari është 5 vjeç e gjys, Aleksa 1 vjeç e 10 muaj. Kështu që të gjithë angazhimi im është që vajzat e mia realisht të lëvizin në Europë me atë pasaportën tjetër. Jo se nuk e duam atë shqiponjën do jetë prapë, por që pasaporta është nder dhe është një mundësi e mirë dhe realisht Partia Socialiste me këtë ekip të ri ka krijuar këtë mundësinë e një gjenerate të re. Kesi, na trego pak tani si shkon me mësime, si u aktivizove me Partinë Socialiste dhe si të erdhi ty fjala që të bëhesh pjesë e listës? Atëherë në shkollë, normalisht me mësime, shumë mirë, por vërtetësisht e veta, si çdo student atje normalisht. Për pjesën e politikës, mos i bie kaq shkurt në thuaj çik më gjatë, çdo më thon si me vështirësitë e veta si çdo student. Po, janë ato, unë jam viti i dytë në universitet. Kështu që ka qenë ai, domethënë viti i parë normalisht që mësohesh se si duhet sillesh, si funksionon gjëja me pedagogët, me dekanin, zëvendësdekanin dhe shumë të tjerë si këto. Pastaj viti i dytë filloi më shumë vështirësia nga ana e volumit që kanë mësimet, normalisht duhet të jesh gjithkohë e përqendruar aty dhe një leksion të humbur ti ikën komplet filli. Kështu që i bëj thirrje të gjithë atyre që mos i lini leksionet. Kështu për pjesën tjetër të politikës, shtysa më e madhe për këtë ka qenë babi. E the këtë, po si erdhi tek ti gjëja, te lista? Mora ca dokumenta në dorë. I pasha dokumenta, mu duken shumë të mëdhaja, pak të frikshme. Fillova t'i plotësoj avash. Pyesja ndonjëherë po kjo, po unë këtu, po kështu ashtu. Edhe i plotësova ato fleta, shkova tek vendi ku duhet i dorëzonim, i dorëzova. Kisha harruar një gjë të vogël, pa plotësuar nga shpejtësia dhe nga emocionet e mëdha se nuk e prisja kurrë. Dhe i dorëzova ato, në darkë pastaj vetëm kur thirrën gjithë emrat e listës që ishin aty dhe unë po rria dhe vetëm kur thot në televizor aty Kesi Elezi dhe unë që isha wow,
i gjithë fisi, e gjithë shoqëria merrin telefon. Je ti Casey Elezi apo është ndonjë tjetër se nuk e di domethënë. Ti ke qenë angazhuar me të rinë në fushatën e mëpashme të Bashkisë Kamës? Po kam qenë, nuk është se jam angazhuar 100% me Jo, thënë drejtën. po domethënë ke qenë në atë grupin e të rinë. Po, kam qenë, plus që edhe kur kam qenë më e vogël në gjimnazet që kanë bërë këto projektet e veta për un kam qenë pjesë tek deputet për një ditë tek projekti pilot që është bërë atëherë për herë të parë, kam qenë në gjimnazin Sinan Tafaj, që jam bërë dhe kam marrë pjesë aty duke kontribuar normalisht në atë, duke dhënë mendimet e mia, projekt ligje që do ndërtonim ne atëherë. Dhe që atëherë me thënë drejtën më pëlqente si gjë, por nuk e kisha të fortë atë guximin që shiko Casey duhet shkosh aty dhe duhet ta bësh këtë. Sofia, po ti në momentin që e dëgjove emrin, çfarë ndjesie pa dhe çfarë tanë tjerët? Duke shpas dhe ti e skeptikët, i thonë qa bën, qa kujton ti se do të vjen rradh aty, se Po, vazhdojnë akoma. Këto janë lërat mbyllura, ti po të përdorin për fasad apo jo. Kjo është e vërtetë dhe vazhdojnë akoma. Tani që vazhdojnë, tani ti je në listë. Unë kam zgjedhur që t'i bëj skip këtyre fjalëve, komenteve, të gjitha, përderisa jam futur në këtë pjesë dhe jap maksimumin tim. Realisht ka qenë shumë e vështirë për mua, se jam mësuar gjithmonë me ato nxënësit e mi të kem ato tablon edhe të fillojmë të përzihemi aty me gjithë ato ngjyrat, ndërsa për të ardhur deri këtu realisht unë kam të vështirë se më duhet të punoj pak me vete një herë. Është e vështirë se nuk kam pasur dalje televizive asnjëherë. Pra e kam për herë të parë. Mirë, përballon mirë, ja, unë me Ndritin që kemi më shumë eksperiencë. Mendoj që e përballon mirë. Casey u stabilizu tani se Casey është okay. Në fillim ishte pak në ajër, po u stabilizu. Casey është shumë okay. Ndrit, ti si e përjeton këtë gjë, çfarë ndjesi e pate kur tha Gerta që do jesh pjesë e gjës apo edhe në televizor e gjëve? Tani t'jem i sinqert, unë vi nga një front tjetër ku e shikonim ndryshe këtë Partinë Socialiste. Si na kanë parë ne më të drejtë. E shikonim ndryshe dhe shumë kolegë të mishëm, shumë ishin mosbesues përpara se emrim bëshe pjesë e kandidimit. Thoshin jo po do përdorësh, jo po kështu, jo po ashtu, histori tilla. Unë personalisht duke qenë shumë vite angazhuar, di shumë që politika ka një ndërthurje shumë mirë midis aktivitetit të përditshëm pra kontributit dhe mundësisë që t'jepet. Sepse po të dha mundësia, sa do të jetë kontributi prapë. Dhe mua më dha një mundësi. Dhe vlerësova, por realisht kur ka marrë vendimin për të bërë pjesë e Partisë Socialiste, por pa qenë pjesë e listave disa muaj më përpara, kam vendosur me veten time të marr një vendim bazuar pikëparë mbi familjen dhe dy vajzat e mia. Kam vendosur o do rri në shtëpi e do bëj punët e mia dhe të lejoj që Shqipëria të shkoj pas, o do i bashkohem një gjenerate të re për të çuar punët përpara, të jap kontribut që punët shkojnë përpara. Dhe e thashë pak më parë paqen dhe thashë që Casey dhe Sofika janë arsye për të kuptuar që është e reja. Dhe pak kjo energji shpërthyese për sjell një rigjenerim të përfaqësuesve të partisë është e jashtëzakonshme në raport me të vjetrën, pra me të vjetrën me politikën e baltës e tja me radhë. Unë vi nga një betejë e madhe ku fatin tim të keq për shkak vendimarrjes time nëna ime ka shkuar 6 herë në spital me tension duke dëgjuar emrin tim për ditë në televizor. I shitur, i tradhari. Dhe kjo është shumë e rëndë për mua. Ndaj vendosa të bëj këtë gjë dhe e kam vendosur me veten time dhe më është dhënë një mundësi që dua t'i çoj gjërat përpara në funksion të gjeneratës së re. Tani Ndrit në këtë vend ne kemi detyrë vetëm të themi atë që ne kemi për të thënë, të tjerë do thonë ato që do thonë. Fjalët e njerëzve nuk mbaren kurrë, teoritë e konspiracionit këtu janë buke përtitshme, por për aq sa vlen unë të falenderoj për kurajon edhe për si thosh vendosjen e një besimi edhe për ish vërtetës dua që ta dëgjojnë gjithë që Gerta ma tha, Ndriti tha nuk ka kërkuar asgjë dhe s'ka vënë asnjë kusht. E vetmja gjë tha që më ka thënë kur kam takuar në parë, më ka thënë shiko, unë dua vetëm mos më paragjykoni. Pastaj koha do t'rregoj, do vlej, sa do vlej, po vetëm mos më paragjykoni sepse vetëm këtë kam problem.
Dhe kur erdhi që solli atë projektin e listës, ishte edhe emri ju të aty pjesë, tha unë mendoj tash, ti e di, unë jam shumë okej, sepse në një farë mënyre, pavarësisht se çfarë mund të thonë, si mund ta trajtojnë, jo tradhtar, jo këto idiotësira, po në një farë mënyre është një shkëmbim besimi i momentit, pastaj koha do të tregoj gjërat e tjera, rëndësi ka që ti të ndihesh si në shtëpinë tënde, dhe në fakt më erdhi shumë mirë sepse ishin edhe disa që kanë bërë kapërcime shumë më se në fundit ti në territorin e qendrës majt ke qenë dhe je. Ti s'ke fajse të tjerët ikën drejtin pa ditur, kështu që ishin disa që vinin nga djathas, nga PD-ja, edhe gjë që thoshin, ore nuk kemi menduar kur që nuk do na paragjykoj njëri. Edhe pse po e përsëris se thash dhe njëri tjetër, dekania e Fakultetit Ekonomik të Universitetit Vlorës, tha hyrja e parë dhe ka qenë kur unë konkurova për dekane, edhe ishin edhe 2 zonja që ajo tha ishin shumë dinjitoze që ishin me PS-n. Edhe thash pu që do më bëjnë këta, se këta kanë qeverinë e kanë, se ato që dëgjojnë njerëzit, unë që të them do në qarë nuk e di do në qarë mund të imaginojnë, edhe tha, bja një bëri përshtypje ju që së ndërhyri njëri tha në proces. Dhe unë fitova, po edhe pastaj më mbrapa sjellja dhe urimet e shumë prej atyre që normalisht nuk më kishin votuar mua, dhe ishin shumë e qartë që votuar mua, dhe më bën përshtypje dhe ne këtë njerëzillëku na kemi, përgjithsisht e kemi, edhe e ruhem. Ju falenderoj shumë, edhe ju uroj sukses. Rruga është e gjatë. Endriti mund t'ju tregoj çfarë do të thotë kjo. Rruga është e gjatë, por ka gjithmonë një hap të parë, edhe çdo rrugë sado e gjatë fillon me një hap të parë. Faleminderit. Shumë faleminderit.
Atëhere, këtu jemi tek pjesa e fundit e sesionit të fundit Shqarku i Tiranës dhe në fund Mëlsina është Rogozhina dhe Kavaja, dy vajza, zonja, gra, që janë vërtet shumë mbreslënës të dyja, edhe Antonela. Antonela është përfaqësuese e Rogozhinës në skuadrën e Tiranës. Për Antonela ka një karakterizim që i bëjnë është trime. Po në fakt, trimëria në ato teritore matet me faktin që një grua i del për zotë dhe një pune që është e gjitha punë me burra dhe Antonela ka drejtuar në një periudhë kohe si kryetare në detyrë Bashkinë e Rogozhinës dhe përfaqëson sot Partinë Socialiste në këtë fushat dhe Ilva që besoj tani është e njohur. Ilva është gjuzi për të ardhmen. Gjuzin për të shkuar ne kemi në Kënet, na ka rënë në Kënet gjuzi madhështor. Ilva është gjuzi Nga katuni. Njerëzor, femëror dhe normal. Gjuzin madhështor e kemi në Kënet. Kështu që mjafton të shohësh gjuzin e tyre dhe gjuzin tonë edhe shumë e qartë se cila duhet jetë zgjedhja e 11 majit. Dhe gjuzi i tyre është më i mirë atje. Okej. Antonela, po e filloj me ty se erdhe më përpara, Ilva ishte më vones, po ka 3 kalamoj i falë. Po, unë një kam. Ti ke një, kështu që erdhe më përpara, urdhro, thuaj ju çfarë do t'ju thuash gjithë atyre që po na ndjekin, edhe ndërkohë, edhe që do të thuash diçka atyre tuaj që janë duke të parë familja. Sa ti ke vajzë apo djalë? Djalë. Sa vjeç? 2 vjeç e gjysmë. Mirë, ai s'po të shef, ai është në rregull, është i Ai qetë. akoma se kupton. Ai është i qetë, po të shefi jati djalit, mos kemi radhë. Kështu që urdhro. Atëherë unë jam Antonela Lidej, jam 32 vjeç. Kam mbaruar studimet, faktikisht kam ardhur që 13 vjeç në Tiranë, nga Gosa, kam mbaruar kolegjin turk. Ndjen nga Gosa, po. Po. Kam mbaruar kolegjin turk në Takip. Më pas kam mbaruar Universitetin e Pokës për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Faktikisht kryeministër ju keni ardhur atëherë në 2011 tek Epoka. Dhe ju kam takuar faktikisht, por asnjëherë nuk ma priste mendja që do kisha mundësinë të Kam ardhur si kryetar bashkie. Po, si kryetar bashkie. Dhe më pas kalova në Universitetin e Tiranës për të bërë masterin shkencor për legjislacion të Bashkimit Evropian dhe fillova punë në Bashkinë e Rogozhinës. Gjithmonë faktikisht e kam dashur vendin tim, edhe pse jetova për 10 vite në Tiranë dhe u ktheva përsëri në Gos dhe gjithmonë jam patriote që duhet të bëjmë për vendin. Nuk, domethënë të rinj. Kur u ktheve me çfarë umore atje konkretisht? Atje fillova punë aplikova në bashki. Ishte po. Si specialiste, fillimisht, specialiste projektesh. Pas më dha mundësia që të punoj me projektin për Bashkimin Evropian, që lidhej me pushtetin lokal. Ku trajnova për rreth 2 vite dhe përfaqësoja bashkinë për projektet që mund të aplikohen te bashkia në Bashkimin Evropian. Pastaj në 2019 jam më është besuar pozicionin në kryetares bashkisë dhe më pas ju dini në 2020 kryetare komanduar dhe më pas në kryetare. Siç e thash edhe pak më parë, gjithmonë kam dashur të rri, domethënë, nuk ka rrit dot, domethënë që ti kuptoj aq mirë të rinj që pa e marrë iniciativën të fillojnë diçka në vendin e tyre, mbarojnë shkollën dhe ikin direkt ose nuk e fillojnë fare shkollën dhe ikin. Unë gjithmonë jam munduar që të bëj më të mirën aty ku jam.
Gjithashtu, kam pas optimizëm, sepse në zonën tonë kemi parë shumë ndryshim nga ana investimeve, dhe mendoj gjithmonë Gosa ka qenë një fshat ku nuk ishte rrugë të shtruar, seriozisht. Domethënë ishte pluhur komplet. Ngropa. Po, ashtu ka qenë. Domethënë s'kishte asnjë rrugë të shtruar, përveç rrugës kryesore që ka qenë ndër vite që lidhej edhe rruga e Egnatias. Por në periudhën që Partia Socialiste ka në pushtet, filloi ndryshimi. Seriozisht filloi ndryshimi. Rogozhina njihet thjesht si një rrugë midis Rogozhinës, fillon dhe mbaron dhe asnjë nuk e njihte qytetin e Rogozhinës. Tani ka shumë kulturë. Rrugët e lagjeve janë gjitha të shtruara. Edhe shumë pastër. Është shumë pastër. Të rinjt mbështeten dhe janë krijuar komoditeti që ata mund të kalojnë edhe kohën e lirë dhe të merren me aktivitete për te arsimit. Shoh domethënë që ka shumë ndryshime dhe unë prandaj kam vendosur që këto ndryshime t'i mbajmë dhe t'i vazhdojmë dhe do jem sa më afër qytetarëve. Unë të gjithë këtë periudhë kam qëndruar afër në kohë të vështira, siç e thatë edhe ju, dhe në kohë të mira, dhe dua që t'jap më të mirën qytetarëve të Rogozhinës. Unë ti je prezantuar, nuk je panjohur, por ndërkohë tani je në një stat tjetër, sepse Ilva është në listën e mbyllur të Partisë Socialiste. Pra Partia Socialiste në kavaj të që të jemi të qartë. Ka quar Elisa Spiropali, Pandeli Majkon dhe Ilvën. Në ndërkohë, Ilvën dhe Elisën i ka kavaja tani që flasim në parlament. Tani Antonella është në Rogozhinë dhe Pandi është në kavaj. Unë nuk di se që mund bëjmë më shumë për kavajën për t'i treguar që sa e vlerësojmë dhe sa vëmendje ka nga ne, por unë besoj shumë që dhe kavaja do të gjejë mënyrën që të na e kthej, duke qenë se jemi shumë të vendosur që ndryshimin e madh që nisëm në kavaj ta vazhdojmë. Urgo. Faktikisht në më herët sot gjatë ditës, kishim dhe prezantimin e kandidatëve dhe ekipit të Kavajës dhe Rogozhinës në Golam. Kam përshtypjen që drejtuesja politike ma bëri pak qokën duke bërë tek atuni im takimin e prezantimit. Ishim me Antonin. Po, ka bërë aty se aty s'do kenë qatë tonë tjere, është dhe ideali, si e quhet? Eldi Çepeli. Po, është dhe Eldi dhe Eldin i kërkoj ndjes shumë Eldit që nuk e kemi lajmëruar, se u bë një konfuzion me lajmërimin edhe i kërkoj shumë ndjes Eldit dhe do t'ja kthej këtë borxh. Prandaj jam dhe unë me vonesë. Pra, u bë një konfuzion, nejse. S'ka problem. Dhe faktikisht një gjë që u vure ishte që salla ku mblodhen të dyja asamblet e zgjeruara ishte përtej numrit të karrikeve, ishte plotë për plotë dhe Kavaja ndjen që ka marrë një respekt të jashtëzakonshëm këtë herë nga Partia Socialiste. Kavaja, falë se të ndërpreva, Kavaja i mori kështu si thush dy shpulla në një ditë. E jona ishte shuplak për gëdhelë se zgjohuni tashti dhe shifni se kush është me ju dhe me këtë duhet jeni. Shpulla që mori nga në tjetër ishte që juve mund të zgjidhni këtë doni, por në fund fare nuk merrni atë që doni, sepse ai që u zgjodh nga Kavaja, nuk ja di emrin, po që u zgjodh nga primaret, humbi në knet. E humbën. E zgjodhën demokratët e Kavajës, i quan emrin, më i votuari nga të gjithë, kur humbi në knet. Ja, ky është dallimi. Këtej me 2 deputet në parlament tani të zgjedhë 2 deputete, me Pandeli Majkon, ish kryeministër, atje në edhe dihet se kush është se do i bëj tani prezantimin me gjithse ai gjithmonë mbeti
më i ri nga që ka qenë i plakur që i vogël, me flokët e bardha kam fjalën, Panderi Majkon po, Eldin po, Antonella po tani, ndërkohë nga ana tjetër unë nuk e di kë ka Kavaja. Prite kur t'i shkoj bufit i Kënetës t'i thot jam unë i juaj, po bufi i Kënetës Kavajës t'i thot i në radh parë si humbin Kënet ai që zgjodhi vetë Partia Demokratike e Kavajës. Prandaj i them demokratët Kavajës, nëse jeni demokrat që nuk keni lidhje me Kënetën dhe nuk e doni Shqipërinë Kënet, po e doni në BE, vendi ju është Partinë Socialiste. Është pikërisht kjo, domethënë që Ilva personalisht 6 vitet e fundit nga 2018 deri në 2024 ka qenë person totalisht i zhdukur nga rrjetet sociale. Unë jam marrë me punët e mia, kam bërë dhe kam rrit ato 3 kalamajt e mi, edhe fakti që unë u aktivizova dhe u dola dhe në për rrjetet sociale dhe në për media, u bëm dhe meme, se që ka shumë interesante të jesh prezent në rrjetet sociale, unë nuk e dija se kisha vite që s'merresha, para se të bëheshin gjërat virale, por ajo që unë kuptoj është, unë kam qenë gjithmonë njëri i komuniteti. Im shoq ka një batut dhe thot, kur ne vim nga plazhi në shtëpi në drek, që e kemi realisht 1 minutë e gjysmë në këmbë, tim shoqi i bën 1 minutë e gjysmë dhe mua më bën gjysmëore, se gjatë gjithë rrugës do bëj lloqe me këtë modali përpara. Dhe unë personalisht kam qenë person prezent dhe tani po e marr mbrapsht dhe shikoj që njerëzit e komunitetit nuk duan më ta dinë, domethënë banorët e Kavajës edhe të zonës aty thonë, ore, mjafton që ti e goca jon, mjafton që Partia Socialiste kupton çfarë duam ne. Ne duam njerëzit tanë, ne duam të dëgjohemi, kështu që respektin besoj që do na e kthejnë në një formë shumë të mirë. Biles kur shikoj që më komentojnë madje sot kryetari i koalicionit madhështor edhe më kishte përfolur në live-in e vet. Hyre dhe ti në gojën e bufit. Hyra dhe unë. Unë dhe 10 hapshi i famshëm. Servilizmi i Edi Ramës shpërblet me një karrike të sigurt në parlamentin e ardhshëm. Si servilizmi? Kështu më thanë. Do me thënë, kur e merr një gocë, një gru, një nën me 3 fëmijë nga Kavaja dhe fut në listën e sigurt është servilizëm. Kurse kur ja merr kryetarin e Partisë Demokratike që votojnë demokratët dhe ja hudhën Kënet dhe ja humb gjurmët, edhe thu kjo ç'a quhet kjo? Kjo quhet madhështi. Ja pra kjo është madhështia e bufit. E kuptut ju miqtë e mi në Kavaj. E morët vesh. Ja me kë keni bëni, po mirë më dhe akoma të flasin për bufin në Kënet, më o shabie madhe shumë, për ç'a duhet flasim akoma, halla. Dhe se ka dhe këtë, ka dhe protestën për TikTokun. Halli mall me këtë TikTokun, unë s'kam pas kur TikTok, si thash unë edhe Instagramin dhe Facebookun e kam reaktivizuar para pak kohësh. Po ky TikToku është hallën vete, flas tani si nën me fëmijë dhe nën që kalamajt e mi nuk merren, pra nuk janë nga këto fëmijë që rrinë para tabletit ose këtyre telefonave. Por është bërë çudi se shikoj që për shembull fillojnë dhe të bullizojnë ty që je një person i rritur me lëkurë të rregjur që nuk i ke rënë kurrë më qaf askujt, ke pa punën tate, në komunitet të respektojnë të gjithë dhe ajo që është e shëmtuar është që bien prej këtyre viraliteteve të TikTokut edhe media televizive. Unë këto ditë kam parë çuditëra me emrin tim nëpër media. Po tani në këtë arenë ku ke hyrë çuditëra do shohësh. Po siç e thash, unë kam lëkurën të rregjur me punë edhe nuk dëgjoj fare nga këto histori. Domethënë, nëse unë jam shumë e bindur që vetëm këtu te Partia Socialiste dhe përtej, domethënë jo se jemi përballë, po Edi Rama është një njeriu që ka vizion, edhe një njeri që ka vizion ja del, sepse thot, unë dua të arri këtu, do gjej rrugën me gjithë pengesat dhe do ta bëj. Dhe kjo është arsyeja pse Ilva në radhë parë lë punët e veta për të bashkuar ekipit Partisë Socialiste, sepse është një ekip i cili ka vizion për të shkuar përpara. Qose ne sot pretendojmë karriken në Bashkimin Evropian, vetëm Partia Socialiste e bën këtë gjë. Me vizionin dhe me këmbguljen që ka Edi Rama. Kështu që këto mund ta marrin dhe ta kthejnë prapë
në virale, por qytetarët e zonës time mua më njohin personalisht, ashtu siç e njohin dhe Antonelën, edhe ne faktikisht na bën një favor, se ti shikon që qytetarët kur të njohin ty, thonë, ore, po që kanë keq fare këta të rrjeteve sociale, imagjino për flasin Milvën, për shembull, ose Antonelën, po ne i njohim. Kështu që besoj që po na bën një favor dhe realisht po i bën një favor dhe Partia Socialiste. Tash sikur mos ta bënin, sikur mos ta bënin ti nuk do ankoheshe, po tani me që e bëjnë, hajde ti shohim anën e favorit, po kjo është shmenduri. Kjo është shmenduri, po nëse nuk kemi çfarë bëjmë kësaj. Kjo është kështu, është koha që jetojmë, që e kap të pjesë. Vazhdojmë, shohim drejt dhe përpara. Antonela, një pyetje kam që kam bërë gjithë dhe do ta bëj edhe ty, s'kam çfarë bëj. S'ke çfarë bën domosdoshmë të përgjigjesh. Ti e prisje këtë gjë që do ishe në listën e deputetëve të Partisë Socialiste? E mendoje që mund të ishe apo ishe skeptike që në fund të ditës? Faktikisht jo. Nuk e mendoja domethënë që mund të isha. Afro pak të mikrofonit. Nuk e mendoja që mund të isha. Për mua, e thash edhe një herë, është privilegj, domethënë që të jem një ndër personat e ekipit të Partisë Socialiste, sinqerisht e them. Jo për ato që tha dhe zonja pak më parë, por që herët kam qenë fanca e Partisë Socialiste dhe dua të jap kontributin tim në qytetin. Domethënë as ti nuk ishe besim që vërtet kjo do ishte një kohë e re në Jo se nuk kisha besim, domethënë jo në sensin që për veten tënde, domethënë mendoje që në fund fare prapë domethënë do e pra kjo ka qenë ideja dhe ky ka qenë motivimi vazhdueshëm, me thënë të drejtën, jo vetëm imi, po i gjithë drejtuesve politik, unë i kam mbajtur në presion të vazhdueshëm, shikoni të rinj, shikoni të reja, jo vetëm mosh, po edhe profile të reja, shikoni majtas, shikoni djathtas, duhet të hymë në fush për 4 vite të ardhshme me një parti që tjetë e vjetër sa eksperienca jonë, po dhe e re, edhe besoj që në një farë mënyre, nuk e mira s'ka fund, besoj që në një farë mënyre ja kemi arrit. Fjalën e fundit të gjithë kësaj dite e ke ti, se ti je sot deputete edhe të takon fjala e fundit për ta mbyllur gjithë këtë maraton, do ta them dhe unë timen pastaj, po fjala e fundit nga të ftuarit. Unë për të përmbledhur shkurt fare jemi takuar bashkë para një viti në procesin e rienergjizimit të Partisë Socialiste të Kavajës. Si ishim pa ndonjëherë, nuk kishim pikë kontakti të përbashkët. Më thanë, do të angazhohesh, do vi vetë Edi Rama në Kavaj, thash do vi. Do vi se unë besoj që nëse... Po pra, ty jemi takuar për të parë. Rreth një vit e 4-5 ditë më shkuar, domethënë. Dhe kam ardhur sepse siç thash unë realisht kam parë, e tha dhe Antonela më herët, kam parë se ç'a mund të bëhet me vizionin. Nuk ka punë që s'ka pengesa, nuk ka punë që duhet përmirësuar në ndërkohë, po vizioni bën diferencën. Unë atëherë mbaj mend kam përmendur diferencën që i ka bërë zonës turistike të Golemit, të Gjirit të Durrësit, Pedonalia, ku nga një vend i errët ku ti nuk bëje dot asgjë mbas dite, u kthye në një linjë energjike për të gjithë zonën. Edhe kjo ishte arsyeja pse unë pranova. Pra nga një gocë që merreshe me punë të veta, thash do shkoj dhe aty nisi. Pastaj shkova, u hap thirrja Akademisë Politike, aplikova mund që i them tim shoqi që o burr është hapur kjo thirrja Akademisë Politike, ata bëj, po shiko se unë e kam seriozisht, nuk do mungoj. Eksperienca aty ka qenë jashtëzakonshme. Ekipi, fryma e ekipit, prezenca juaj dhe interesi juaj personal ka qenë shumë i madh. Dhe pastaj kur merdi dhe ftesa për të angazhuar për asamblen e re të Partisë Socialiste, unë e mora shumë seriozisht, madje takimin e parë për të mbledhur vota nga delegatët e kam bërë me delegatët e Gosës. Ka një ekip shumë të mirë edhe partia në Gos. Kështu që kështu nisi. Ajo që unë di të them është që unë si Ilv personalisht më ka interesuar fakti që më është dhënë hapësirë për të punuar
për atë zonën time, edhe biles më pyesnin njerëzit që po të ka thënë gjë kryetari i partisë ty që do jesh në listë se ti u bërë zëvendësministre. I thosha, Edi Rama është një mjeshtër i mozaikëve dhe ai do e di se ku do i duhen copat e mozaikut. Pra nëse unë do t'i shërbej për diçka, ai do di se ku do duhem. Kështu që biles ditën që kanë dalur listat, kam qenë në shtëpi me kalamajt edhe isha po e prisja kështu, si thuash, jo se unë nuk kisha besim, isha nga ato njerëz që mendoja që nëse do i shërbeja fitores së madhe të Partisë Socialiste, patjetër që do kisha vendin tim, por do punoja po njësoj edhe pa qenë këtu. Tani detyrën e kam disa herë më të madhe ndoshta se të tjerët, këtë e thash edhe në fjalën e hapjes sot, që përgjegjësia ime besoj është më e madhe se kujdo, më e madhe se dhe vetë kryetares, ajo është drejtuese politike, po unë i kam borxhin Partisë Socialiste se unë jam gocë e zonës, kështu që kilometrat e mia në këmbë besoj që do jenë shumë herë më shumë se... Jo, unë mua më gëzon kjo, sepse ndërkohë që ti flet për kilometrat e tua në këmbë, unë shoh burrin tënd duke mbajt kalamajt, edhe kjo mua më gëzon, sepse mendoj që ky është drejtimi i dur për Shqipërinë, që burrat të bëjnë pak më shumë për punën që ju takon. Do ju korrigjoj vetëm për një gjë. Apo nuk e meriton ai këtë fjalë. Se unë jam beter fare, po unë shqyre e kam gruan heroin, po unë kam vjerën heroin, se burrim ka veshur çizmet edhe ka dalur në territor bashkë me mua. Ai ka një klinik të vetën, është fizioterapist, por nga data 12 mars ka lënë stafin dhe ka veshur çizmet edhe atletet. Është burr, kështu që e meriton. Tani për ta përfunduar, Spari. Në skuadrën tonë kemi një raport gjinor 60-40 në total, midis burrave dhe djemve dhe grave dhe vajzave. Kemi një moshë mesatare 44 vjeç të gjithë ekipit. Kemi 39 jurist dhe juriste, kemi 29 ekonomist dhe ekonomiste, dhe pastaj me një numër midis 16-18 mjek, inxhinier dhe financier dhe profesionet të tjera më pas. Ndërkohë, në të përgjithshmen janë 32 persona që janë të përfshirë nga platforma e deputetit që duam dhe nga Akademia Politike. 32 persona. Okej? Mund për herë tjetër ata që e morën si shaka apo e menduan si teatr Akademinë Politike ose platformën e deputetit që duam dhe më e rëndësishmja, në listat e mbyllura ku Këneta ka kyçur të gjitha mbetjet arkeologjike dhe mbetjet e pa riciklueshme, ne kemi 52% gra dhe vajza dhe 48% burra dhe djem. Në listat e mbyllura, sot që flasë. Okay? Do me thënë, kemi faktikisht një raport 24 në 26. Dhe fundit që kam, është, e fundit fare, është, shikoni, ne na thoni çdo gjë. Jeni të lirë, pa diskutim, të thoni çdo gjë. Jeni të drejtën tuaj të kritikoni, të ankoheni, të akuzoni, çfarë doni. Por vetëm një gjë keni parasysh, kur na akuzoni dhe kur na tregoni me gisht si një forcë politike dhe si një forcë qeverisëse hajdutësh. Dhe numëroni emra dhe numëroni raste që janë raste të drejtësisë. Mos e bëni gabimin të harroni që nëse ne nuk do t'i kishim hapur rrugën drejtësisë, ju nuk do shikonit
njerëz të lidhur me pushtetin në duart e drejtësisë. Se po të ishte ndryshe, do t'i kishit parë pa pasur nevojë që të na vinte radha ne, që të më vinte radha mua të udhëhiqja Partinë Socialiste dhe që t'i vinte radha Partisë Socialiste si forcë në shumicë në qeveri që të bënte reformën drejtësi. Që nga 1912 dhe kam këtu këtë se me këtë do ta mbyll, do t'i heq edhe kufjet se më lodhën, që nga 1912 kjo është zonja e drejtësisë, se dhe drejtësia është grua, që ta dini. Kjo është zonja e drejtësisë, që nga 1912 dhe deri përpara se sa ne të bënim reformën drejtësi, shpatën e kësaj dhe pa shpatë zonja e drejtësisë nuk është në gjendje të bëjë drejtësi. Shpatën e ndëshkimit, peshorën e gjykimit edhe fashën e syve të mbuluar të pavësisë, kjo shpata ishte në duart e pushtetit politik. Kjo shpata ishte në duart e mia dhe të Partisë Socialiste në qeveri kur ne morëm detyrën. S'kishte drejtësi të pavarur. Ishte drejtësi të kalbur. Dhe e dini çfarë është reforma në drejtësi? Është dorëzimi i kësaj shpatës. Ne shpatën e pushtetit, shpatën e ndëshkimit në duart e pushtetit, me të cilën pushteti politik në Shqipëri nga 1912 apo ju them, pavarësisht formës së regjimit, ka goditur në emër të drejtësisë, por ama me shpatën e vet, çdo që si ka ardhur për shtat, ta ketë rrotull ose çdo që ka dashur ta fundos, ta çojë deri në botën tjetër, ishte në duart tona dhe ne e dorëzuam dhe bashkë me dorëzimin e shpatës, pushteti politik vën dispozicion edhe trupin. A e kuptoni se është shpatë është për të goditur, nuk është për muzeum. Kur e ka në dorë vetë pushteti politik, vendos këtë godas, si të godas, për mes gjykatësish dhe prokurorësh si ata që ishin. Ndërkohë që sot, jo vetëm shpata është dorëzuar dhe shpatën e ndëshkimit e ka SPAK-u, e ka gjykata speciale, gjykata e krime kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe normalisht duhet ta kenë edhe të gjithë të tjerët, por ende në këtë aspekt kemi shumë për të bërë që e gjithë drejtësia të funksionojë si e tillë, por përveç shpatës që kanë dhe gjithë gatishmërinë tonë që jemi të paarmatosur përballë asaj shpate dhe ne nuk kemi asnjë rrugë tjetër përveç se të përballemi me të vërtetat tona, edhe me të vërtetat që ne i dim, që janë të vërtetat që ndajmë me ju kur vjen puna për faktet e qeverisë, edhe me të vërtetat që na shfaq procesi i hetimeve dhe i gjykimeve, të cilat janë të vërtetat të hidhura, por nuk ka rrugë tjetër. Dhe këtë shpatë duhet ta ketë në dorë kjo zonjë. Dhe vetëm kështu, ajo pasaporta europiane e Shqipërisë bëhet një realitet. Përndryshe, bufi i knetës ka vetëm një arsye pse rri akoma vërtet, që të shkojë ta marrë të shpatën prapë. Dhe ta plandosi prapë për tokë këtë zonjën. Dhe jo vetëm bufi i knetës, po të gjithë ata që janë përballë nesh në çfarëdo lloj forme që të shfaqen dhe në çfarëdo lloj fytyre që të shfaqen, ata nuk kanë lidhje me çfarë i duhet Shqipërisë në 11 maj. Shqipërisë në 11 maj i duhet mandati i 4 i Partisë Socialiste, një mandat edhe më i fortë se 3 mandatet e tjera, që ne t'i japim çdo shqiptari pasaportën europiane të Bashkimit Evropian dhe çdo shqiptar të jetë një qytetar i barabartë individualisht dhe pasaportën europiane të shqiptarët të Bashkimit Evropian ta marrin të gjithë emigrantët, ata që nuk e kanë akoma pasaportën në Greqi, pasaportën greke, do marrin pasaportën shqiptare të Bashkimit Evropian. Ata që nuk kanë akoma pasaportën italiane do marrin pasaportën shqiptare të Bashkimit Evropian dhe me atë pasaportë është e njëjta gjë.
Jo vetëm në Greqi dhe në Itali, po kudo ku të shkojnë, kudo ku të shkelin, se e thash në fillim të kësaj maratone, dhe e dyta, për të garantuar që kjo shpada që ju tregova qëndron në duart e drejtësisë. Kjo është Partia Socialiste, partia më e vjetër dhe më e re në Shqipëri. Ky jam unë, këta ishim për sot, ne së bashku me të gjithë të reja dhe të rinjt që janë bërë pjesë e skuadrës tonë. Skuadra jonë është më e forta që ne kemi pasur në fushë ndonjëherë dhe më përfaqësuesja, ku cila do që nuk shikon me paragjykimet e tifozit, ka mundësinë të zgjedhë. Nëse nuk i pëlqen Antonela, zgjedh Ilvën. Nëse si pëlqen Ilva, bashkë me Antonela, zgjedh mua. Nëse ne të tre nuk i pëlqejmë, janë atje plot të tjerë ku zgjedhja mund të shkojë e sigurt edhe pa asnjë dyshim se është zgjedhja e dur. Shumë faleminderit. Faleminderit gjithë atyre që duruan, aq sa duruan, se besoj se ka duruar njëri nga fillimi deri në fund, por e keni të regjistruar, mund ta shikoni sipas qarqeve, sipas edhe shumë faleminderit Ilva, shumë faleminderit Antonela, shumë faleminderit gjithë atyre që erdhën, që ishin këtu sot, dhe një falënderim të posaçëm në fund drejtuesve politikë që kanë bërë një punë vërtet serioze dhe më kanë dhënë mundësinë që unë të jem krenar për skuadrën e Partisë Socialiste 2030.